Qoftë lëvduar Jesu Krishti. Mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e enjtë dhe jemi në javën e dytë të kohës së bashkëve. Psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si o reagimi i dritës, qielli nga lavdet jehon, bota prej shendit kalton, feri u lërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhit artarin, të mjerëve u zgjidhi prangat. Ai që më rast të mbyllur rreptësisht ruhet nga ushtari, nga dhënjues me zulm fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua feri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse unë gjallë Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjëlli. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoftë lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Unë jam hardhia ju shërmendet, aleluja. Psalmi 80. Vizitoj o Zot vreshtin tënd. Dëgjoti o bariu Izraelit, ti që i prinj Josefit si grigjës, ti që rri në fron mbi kerubin shkëlqe, para Efraimit, Benjaminit e Manaseut. Zgjoje pushtetin tënd dhe eja në ndihmë për të na shpëtuar. O hyde na përtri, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. O Zot, hyji i ushtrive, deri kur do të hidhrohesh në lutjen e popullit tënd? Deri kur do të na ushqesh me bukë lotësh, e do të na japësh shtëpim ujë lotësh me shumicë, na bëre shkak rindjeje për fëqin tan, e armiq tan po qeshën me ne. O hyj i ushtrive, deh na përtëri, kthjellë fytyrën tënde e na shëlbo. Vreshti nga Egjipti ensore, e për ta mbjell atë paganët i dëbove. Tokën ja përgatite, lëshoj rënd dhe mbushi tokën. U mbuluan malet me hijen e tij, me gema të hardhis u mbushën cedrat e hyjit, pinjollët e tij arritën deri në det, shërmendet i qiti deri në lum. Ngardhin pseja theve që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoj deri egër, e kulloti çdo egërsir. Kthehu hyji i ushtrive, shikoje nga qielli e shihe. Eja shihe këtë vresht, dili Zot se ti vete mbolle, djalit që për vete e rrite. Ata që dogjen dhe e prejnë, leta sharojnë prej kërcnimit të fytyrës sate. Dora jote qoftë mbi njeriu së djathtë të sate, mbi birin e njeriut që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na përtrije do të thrasim emrin tënd. O Zot, hyji i ushtrive, dehti na përtëri, kthjellë fytyrën tënde e na shpëto. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Unë jam hardhia e ju shërmendet. Aleluja. Antifona e dytë. Me galdem do të merr një ujë nga burimet e shëlbimit. Aleluja. Kënga marrë nga libri i Isaias profet kapitulli 12. Brohoritja e popullit të shëlbuar. Të falenderoj o Zot, se me gjithë se ishe zemruar kundër meje. U qetësua hidhrimi yt e ti më ngushllove. Që hyi i shëlbuesi im. Kam besim e nuk kam frikë. Sepse fuqia ime e mburja ime është Zoti. Ai është shpëtimi im. Me galdem do të merr një ujë. Nga burimet e shëlbimit. Edhe thoni atë ditë. Falenderojeni Zotin, thirreni emrin e tij. Shpallni ndër popuj veprat e tija. Kumtojeni madhërinë e emrit të tij. Këndoni Zotit sepse krijoi mrekulli. Le ta marrë vesh bota mbar. Brohoritni e këndoni lavdë ju banorët e Sionit. Sepse i madhërishëm është në mesin tuaj shenjti i Izraelit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Me galdem do të merrni ujë nga burimet e shëlbimit. Aleluja. Antifona e tretë.
Zoti na ushqen me më të mirin grur, aleluja. Psalmi 81, për trirja madhështore e beslidhjes. Duart troket një hyjt ndihmtarit ton, brohurit një hyjt të Jakobit, le të tingëlloj cetra të ushtoj tupani, harpa e këndshme e cetra të jehojnë. Le të ushtoj buria e hënës së re, në hënën e plot ditën e së kremtës son. Sepse kjo është ligj për Izraelin, urdhëresë dhënë prej hyjit të Jakobit, urdhër që ju dha Josefit, kur doli prej tokës së Egjiptit. Dëgjova një zë që se njihja, nga bara krahët ja çlirova, nga duart ja hoqa shportën. Në ditë të vështirë më thirre unë të shpëtova, të jam përgjigjur i fshehur në stuhi, të vura në provë tek uji i Meribës. Dëgjo, populli im, dua të qërtoj. O si kur të më dëgjoje ti, o Izrael, pran teje tjetër Zot të mos kesh, Zot të huaj mos adhuro. Sepse unë Zoti jam hyjt, unë që të nxorra nga dheu i Egjiptit, hape gojën tënde se dua ta mbush. Por populli im se dëgjoj zërin tim, Izraeli nuk pati kujdes për mua, prandaj i lash në ngurtësi në zemrës së tyre, le të jetojnë si u pëlqen atyre. Po si kur të më dëgjonte mua populli im, si kur të ecte Izraeli udhëve të mia, po atëherë shpejt do t'i përulli armiqtë të tij, do ta rëndoja dorën mbi kundërshtarët e tij. Armiqtë e Zotit do ta përkdhelnin atë, fati i tyre do t'i ishte i vulosur për amshim, unë do t'i ushqeja me më të mirin grur, do t'i ngija me mjalt të nxjerr nga shkëmbi. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti na ushqen me më të mirin grur. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga libri Veprat e Apostujve kapitulli 13. Davidi, pasi në jetën e vet u shërbeu planeve të hyjit, vdiq dhe që varrosur pran etërve të vet, dhe trupi i tij u kalb, kurse Jezusi, të cilin hyje e ngjalli, nuk u kalb. Le ta dini pra o vëllezër, se nëpër këtë ju kumtohet falja e mëkateve. përgjigje e shkurtër. Krishti u ngjall prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Krishti u ngjall prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Ai shpalli faljen e mëkateve. Aleluja, aleluja. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti u ngjall prej së vdekurish. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Ati e do birin dhe ati i la në dorë gjithçka. Aleluja. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. sikur se premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që a premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ati e do birin dhe ati i la në dorë gjithçka. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Hyj atë dhe birin e vet, si fillim të ngjallurit dhe të jetës së re. Në emër të Tij ta ngrisim lutjen tonë të përvujt. Shenjtroje popullin tënd, o Zot. Në dalje udhëhoqe hebrejt me anë të shtyllës së zjarrt.
Bëj që Krishti të jetë për ne drita e jetës. Shëntroje popullin tënd, o Zot. Në malin Sinai e mësove popullin me ligjin tënd. Bëj që Krishti ngjallur të jetë sot për ne fjalë e jetës. Shëntroje popullin tënd, o Zot. Në shkretë të tire ushqeve popullin tënd me manë. Bëj që Krishti ngjallur të jetë për ne sot bukë e jetës. Shëntroje popullin tënd, o Zot. E shove etjen e popullit tënd me ujë që buronte nga shkëmbi. Bëj që Krishti ngjallur të na e falë sot atë që është shpirti i jetës. Shëntroje popullin tënd, o Zot. Aty që je në qiell, shëntroftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëf vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në të ndem, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy i gjithë pushtetshëm, bëj të shohim se si gjatë krejt jetës son rriten në shtohen hirët që na e jep koha e pashkve, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt prej çdo së keqi edhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.